Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Cili është komenti juaj? Komentim është që ka asaj që fajin që kanë vetë qytetarët për këto pisleqit që ne i hudhim rrugës në bulevard, në asfalt, në kanale, kudo, por nuk është pa përgjegjësi dhe qeveria, sepse nëse qytetarët janë pa përgjegjshëm, një pjesë e qytetarëve janë pa përgjegjshëm, edhe bëjnë këto që hedhin këto mbeturina vende pa vend, qeveria ka ca inspektorë, ka bashki që morin pagat, edhe nuk morin pagat vogla, po 1 milion e sipër, vjetra, edhe nuk dalin terren me pa, nuk shikojnë to kanalet që bllokohen, nuk shikojnë to posetet që bllokohen, po vetëm rrinë, morin rrogën, bëjnë weekende, brenda shtetit dhe jashtë shtetit, kështu që përgjithësi qeveria ka shumbire, jo se do të parafolë se nuk ka pa qeveria. Sepse i pagua të inspektor, përse i pagu këto njerëz që marrin pagat, përse janë ato, vetëm thjesht për të gjyje, për të shkruar, me shku punë, me mor pagën. Kështu që qeveria ka përgjegjësinë vet, po dhe ne si qytetarë sigurisht që kemi përgjegjësi për atë që bëjmë vetë me konsciencë. Se unë dal nga liçeni artificial, eci nga janë që pinë në kafe, edhe shikoj që ulin njerëz në stol, koshi është jo më tepër se 4 metra, po 4 metra për egzagerin, do që po mund të jetë 3 metra, unë në stol, pi dhe lëng, edhe paketën e lënë stol aty ose hull tokë dhe nuk e çoket të koshi. Edhe ato sigurisht ku rashiun dhe u fusin liçeni në detë, në kanale, kështu që po ndërtime e këto që janë bërë ka drejta i parafolsi që janë bërë ndërtime pas një lloj kriteri, pas një lloj se ne këtu po të vishtu ke rrugë Kosovare në fund, aty është ndërtuar pallati si për kolektorëve. Edhe pati probleme bjerë për ca vitës këtu të kjo rruga. U futëm mëse ca tuba, inshallah nuk bllokohen më. Kështu që përgjegjësi ka sa duhet edhe qeveria, edhe ne si qytetarë. Prandaj që duhet jemi çik më ndërgjegjshëm dhe ne dhe qeveria mos të marrë njerëzit kot. Administrata është në nivelin mizerabël. Unë po të them para pak ditë që isha me një drek, edhe ishin një 15 aty ishin një instruksion. Edhe pyeta, ishte ora 12:20. Edhe pyeta, kush janë këto? Filante e instruksion. Thash, po mi ma janë punë këto të shi. Se shkën njerëz aty të zyrat për të kërku. 12:20 drejt. Drejt 15 aty ato, kështu bloku 3 tavolina 4. Ja këto janë ato administratë që ka Edi Rama, para të kërkojnë llogari, mos vë patronaziste që nuk e heq dot nga punë se është nipi ministrit apo nipi drejtorit apo se kanë gjetë një marifet të shi. Unë jam drejtor ke Chelsea, marr njerëzit me njerëzit tuaj që jenë drejtorët e elektriku, e elektrikut me njerëzini, edhe është botë që aty komplara, as pyet njëri fare, as do të di njëri për punë, me shkuke vësjes, me shkuke elektriku, me shkuke, kudo që të shkosh nuk gjen njëri punë. Ka dalë në terren, thot. Është mësu kjo fjala ka dalë në terren. Edi Rama edhe ministrat, se nuk ka për dalë Edi Rama me kontrollu inspektorët, duhet të kenë përgjegjësi më shumë për punën. Qoftë dhe bashkitë. Delega kryetari i bashkisë duhet se thotë që ai qytetari u mbyt jashtë orës punës sot. Në kohë që ato familjarët kishin foto që ai ka qenë punë. Po të siguri jashtë orës punës të ai, ma gjendje ekonomike që është. Se ushton bashkisë të japë t'i vë një pagë aty, një pension fëmijëve, apo asaj nënës që është smur. Prandaj këtu janë pa përgjegjshëm fillon nga qeveria e nga bashkitë të gjithë. Nuk di si do shkojë kjo punë, po inshallah ndryshon, se ndryshe ne jemi si popull pozitiv kia. Faleminderit shumë. Faleminderit, të diel të mbar. Presim të tjera telefonata, marrim të tjera mendime dhe opinione. Mirëmëngjes, mirë se erdhët.